kombinon fuqinë e erës me aftësinë e trupit për të fluturuar mbi val. Për ata që kërkojnë emocion, liri dhe një përvojë unike me natyrën, kitesurfing nuk është vetëm sport, është një mënyrë jetese. Në sektorin e rinia Durrës, Herald Kapaj, një nga shumë sportistët që frekuentojnë këtë zonë, me profesion inxhinier i naftës dhe gazit, por aktualisht si përmarrës, sot na rrëfen hapat e tij të parë në këtë sport dhe emocionet që përjetoi mbi val. Kitesurfing e kam nisur në vitin 2014. Fillimisht duke parë video të kitesurfing në rrjetet sociale dhe në YouTube. Dhe mendova pse jo në kohën e lirë mund ta ushtroja, duke mos ditur që ishte dikush që mësonte kitesurfing në Shqipëri. Më pas, duke lundruar në rrjetet sociale, pash që ishte Kitesurf Albania me Fationin, me të cilin kontaktuam më pas, u njohëm dhe na mundsoi që të mësojmë kitesurfing këtu në Shqipëri, po te ky spot ku jemi sot. E bukura e kitesurfing është që është një sport që të fal adrenalinën. Ndoshta kjo ishte një ndër arsyet që ti zgjodhe pikërisht këtë sport? Në fakt, po, është e vërtet, por më së tepërmi është dëshira për të qenë pranë detit dhe duke lundruar në të. Sa e vështirë është kitesurfing për të mësuar nga të rinjt? Është vështirë si sport? Në fakt, ideja kryesore kur përmendet kitesurfi është vështirësia dhe frika ndaj detit, që kryesisht njerëzit mund ta kenë. Por realisht, si çfarëdo lloj sporti tjetër, dhe kitesurfi ka vështirësitë e veta, por nuk është e pamundur nga çfarëdo lloj moshe për ta mësuar dhe për ta ushtruar. Cilat mund të jenë disa nga vështirësitë që hasin kryesisht të rinjt në momentin që duan që të ushtrojnë këtë sport? Vështirësia e vetme që mund të hasësh për të ushtruar këtë sport është të vish këtu në këtë spot, të vish këtu në Durrës dhe të kesh kohën e përshtatshme për të ardhur, meqense ky sport është në varësitë e erës, në varësi të cilëve orare fryn erë, dhe kjo është pjesa më e madhe. Në momentin që një person ka mundësinë që të vijë deri këtu, atëherë janë instruktorët, të cilët bëjnë të mundur mësimin që nga aja dhe deri në përfundim të kursit. Folë pak për pjesën e erës. Cila periudhë e vitit është më e favorshme le të themi për ushtrimin e këtij sporti? Atëherë, kryesisht ky sport është le ta quajmë një sport veror, ku në Shqipëri masivisht kryhet nga fundi i prillit deri rreth fundit të tetorit, ku është edhe periudha e ngrohtë. Por disa prej nesh vinë këtu gjatë gjithë muajve të vitit, duke përfshirë dhe dhjetorin, janarin apo shkurtit, normalisht me veshjet e dura, me kostumet e ujit dimërore, të cilët janë deri në 6 mm, që bëjnë mundur që të jemi ngrohtë gjatë periudhës së ftohtë të dimrit. Sa kohë i kushton këtij sporti zakonisht? Atëherë, ky është sporti ynë primar edhe dëshira jonë primare për të kaluar kohën e lirë. Kryesisht 2 herë në javë, 1 deri në 3 herë në javë është një mesatare ku shumica prej nesh mund vinë në Durrës, në sektorin rinia. Ka dhe zona të tjera në Shqipëri të cilat mund të jenë le të themi më të favorshme për zhvillimin e këtij sporti? Patjetër, siç thash, kryesisht zona më e frekuentuar është sektori rinia, këtu ku ndodhemi ne sot. Kemi edhe zonën e hidrovorit të Vlorës në Dalan, në afër Zvërnecit, ku dhe atje kryesisht kur fryn era e jugut, që është erë relativisht më e ngrohtë se era e veriut, ne shkojmë, është pak më larg për ne të Tiranës edhe të Durrësit të shkojmë deri atje, por kur na jepet mundësia e frekuentojmë edhe zonën e Vlorës. Më fol pak për eksperiencën tënde për sa i përket këtij sporti. Sa vështirë ka qenë që të hysh me këtë sport? A është le të themi një sport i kushtueshëm? Në fakt, fillimisht ka qenë disi e vështirë për mua për shkak të kohës më tepër se sa mundësive fizike. Siç e thash më parë, kushdo që ka kohë në dispozicion e mëson më shpejt, sepse sa më shpesh të vish dhe ta ushtrosh si sport, aq më shpejt mësohet. Kryesisht personat që janë adrenaline addicted, që janë fiksuar pas adrenalinës, kanë
fillojnë me kitesurfing, pastaj kalojnë në disa stadie të tjera të sporteve të tjera ekstreme. Ti në çfarë stadie aktualisht dëshiron që provo sporte të tjera ekstreme? Në fakt, unë ushtroj kitesurfing dhe paragliding. Ushtroj dhe paragliding, pra kam dhe parashutën time, cilën bëj dhe fluturime, me disa prej djemve që ushtrojmë dhe kitesurfing. Por kitesurfing si sport mund të konsiderohet si sport ekstrem nëpër media apo nëpër rrjetet sociale apo kudo, por në të vërtet është zgjedhje e sportistit nëse do të bëhet ekstrem në dallgë dhe në det, apo të lundroj për qefin e vet për të bërë vetëm një free ride për të udhëtuar mbi ujë. Po për gjitha të persona që mbase, nuk është se janë aq sigurt për janë në det, pjesën e notit, që nuk është se dim shumë mirë, a mund të jetë një problem? Pa i përket pjesës së sportistit dhe e di apo nuk e di notin, kryesisht te ky spot ku jemi sot, në sektorin e rinia, është pjesa më e madhe e breakdancit, është pjesë e cekët ku uji është deri në 50 cm, gati deri në 1 metër maksimumi. Dhe i lejon çdo kujt për ta mësuar dhe për ta ushtruar pa patur frikë. Por ju si grup që jeni, zakonisht si funksiononi? Ushtroni këtë sportin vetëm për qef për pasion, apo keni menduar që le të themi të arrini dhe në grata pak më të larta, duke marrë pjesë në për kompeticione të ndryshme? Kemi marrë pjesë në kampionatin e distancës të kitesurfit në Francë, i cili u zhvillua në muajin maj. Morëm pjesë 3 sportistë që përfaqësuan me dinjitet Shqipërinë dhe kemi dëshirë që çdo vit të përfaqësojmë sërish Shqipërinë në të njëjtin kampionat distance në Francë. Po ashtu kemi kryer dhe kampionatin e parë shqiptar të kitesurfit, i cili u bë gjatë kësaj vere po në këtë spot në sektorin rinia, ku morën pjesë sportistë nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Maqedonia. Dhe ishte një hap goxha i rëndësishëm për ne, i cili shpresojmë të pasohet nga aktivitetet të tjera më të rëndësishme dhe më dinjitoze. Dhe më përmende dhe pjesën e cunave, që këtu ka cuna që kanë profesionet të ndryshme, cuna të cilët kanë edhe shumë pasionet të tjera për sportet të tjera ekstreme, por që vajza nuk po përmende. Ka dhe vajza që merren dhe ushtrojnë të sport? Patjetër, ka dhe vajza. Kryesisht ka më shumë vajza turiste që vinë për të mësuar dhe për të ushtruar sportin, por ka dhe vajza shqiptare, më rrallë se djem, por kemi dhe vajza. Evelin e ardhur nga Austria, viziton shpesh Shqipërinë për të ushtruar këtë sport që e pasionon. I really love this kiting place here in Rinia, and it's not my first time here. I come about twice a year, and every time the wind is perfect. I'm practicing my kiting and try to improve my kiting here in Rinia, in Albania. Yeah, this sport I began about 15 or 20 years ago when I was much younger, actually. But yeah, it's really, really nice sport. It's a nice workout, it's fun. Yeah. It's adrenaline? It's adrenaline, of course, yeah. Especially on the beginning when you're not so good. Kur e pyetëm se si e bën të ndihet kitesurfing, Evelin u përgjigj vetëm me një fjalë. Yeah, it makes me feel younger. Kristian Lekli, një shembull i rrallë i atyre që gjejnë balancën mes profesionit dhe pasionit, duke i dhënë jetës ritmin e tyre unik. Përshëndetje, Kristian. Përshëndetje, Gjana. Si që jemi së bashku. Kënaqësi. Sa po të nxorëm nga deti dhe të solëm këtu për të marrë pak nga ajo eksperjenca jote që ti ke me këtë sport. Për sa kohë është mirësh me kitesurfing? Po, u bë tash viti 4 që po bëm kitesurf rregullisht. Për fat të mirë në Shqipëri, fryner, le të themi 3 herë në javë. Kështu që është një sport që është goxha i bëshëm dhe i shpesht në praktikën që mund të kesh. Maj mend që kur kemi ardhur për herë të parë te ky plazh këtu, ishim vetëm 5 veta. Tani siç e shef, qielli është plot me balona ngjyra dhe është bërë një eveniment ku vërtet njerëzit e shijojnë jo vetëm që ta bëjnë, por edhe ta shohin. Pra, ka shumë njerëz që vinë dhe shijojnë të pamje fantastike që t'jep. Qofse ju do rrini këtu deri në perëndim, do shihni pamje magjike. Gjëja që më bëri më shumë përshtypje është që ndërlidhja e profesionit me pjesën e pasionit, që në fakt janë dy gjëra që bëjnë kontrast njëra me tjetrën.
Sa kohë gjeni ju domethënë për t'ia kushtuar këtij pasionit që keni për kitesurfing? Profesioni është një profesion që nuk ka lidhje me këtë lloj sporti, por të dyja kërkojnë një fokus shumë të lartë dhe të dyja kërkojnë një impenjim shumë të madh për ta kryer ashtu siç duhet. Dhe ndoshta të dyja këto i kam zgjedhur për shkak se këto janë edhe karakteristikat mia, një dëshirë për të tejkaluar veten dhe për të tejkaluar elementet e natyrës. Dhe kitesurfi është pikërisht ai lloj sporti i cili arrin që të ndërlidhi të gjithë elementet e natyrës. Ti duhet të ndërlidhesh erën e fortë së bashku me dallgët e detit edhe impulsin tënd ndaj saj. Kështu që është një sport i cili nuk është thjesht për të praktikuar apo për të stërvitur, por mendoj që kthehet në një mënyrë jetese. Dhe të gjithë ne këtu e ndjejmë vetë, të gjithë ata që shef këtu janë, që ne jemi gjithë mish me njëri tjetrin, e ndjejmë veten sikur e kanë të pamundur që të shkëputen prej saj, pra arrin të bëhet një lloj terapie për të gjithë ne. Cila është ajo gjë që të motivon domethënë që të vish edhe ta ushtrosh këtë sport? Apo është thjesht një dashuri për këtë sport e cila është e poshtërueshme? Tani, për mua personalisht, ky është një lloj sporti i cili më ndihmon që të superoj vetveten gjithmonë sa herë që vi. Është një sport që të ndëshkon, nuk është një sport i cili ty të lejon, pra mund të vritesh me këtë lloj sporti. Dhe sa herë që ti e shmang këtë në fund të sesionit, për mua është i gëzim shumë i madh, kështu që besoj që cili do që merret me sporte ekstreme, pikërisht këtë rrjedhje adrenaline është pikërisht ajo që kërkon nga ato që bën. Është një sport i cili ti nëse bën një gabim më të vogël, mund ta psosh fizikisht deri në ekstremitete. Kështu që kërkon një fokus shumë të madh dhe mua më ndihmon që të qëndroj i ndërlidhur me natyrën dhe që të jem gjatë gjithë kohës i ndërgjegjshëm. A ke pasur ti të tilla raste ku ke arritur lehtësisht të ndëshkohesh në këtë sport? Ditën e parë, atje nis ditën e parë duke u ndëshkuar dhe pastaj ti fillon të mësohesh prej kësaj dhe kënaqësia e madhe është kur ti e superon këtë, pra kur ti arrin që ta mundësh në një farë mënyrë, sepse si era si deti është e pamundur që ne ti mundin, ne vetëm mundet që të lozim me to, por ti arrin që të bashkëtosh me të në kushte kaq ekstreme, kështu që për mua është një kënaqësi shumë e madhe dhe shpeshherë ka qelluar që jam vrarë dje, për shembull, ishte një nga ditët ku jemi soptuar që të gjithë, sepse kur ti mundohesh që të kalosh një nivel tëndin, atëherë është e pashmangshme që ti të dëmtohesh apo të vritesh. Kështu që kjo është arsye pse ne nxitemi që të vim për ditë. Për të thënë të gjithë atyre të rinjve që po na ndjekin në këtë moment, pse duhet të zgjedhin kitesurfing? Sepse është një mënyrë e shkëlqyer për t'u larguar nga kocësitë që neve na rrethojnë. Në përditshmërinë tonë është bërë një rutinë e tillë saqë gjithçka që ne na rrethon është kthyer në një kocësi të tmerrshme. Dhe në momentin që ti bën kitesurf, është i vetmi sport më unë bëj dhe sportet tjera si snowboardi, kalerimi në mënyrë kompetitive, por kitesurfi është ai lloj sporti në cilën ti në momentin e parë që merr balonën në dorë, truri jot nuk mendon më për asnjë gjë. Dhe ne mendojmë 6.000 mendime në ditë. Ta imagjino se sa të vështirë kemi që të kanalizojmë këto mendimet tona në atë produktive. Dhe momentin që ti futesh në kitesurf, ai është momenti ku ti fokusohesh vetëm në një gjë dhe në atë pikë ti gjen paqen. Kështu që unë uroj të gjithë ata që do kenë mundësi ta shohin këtë video, të mund të nxiten, që të vinë dhe të na bashkohen, sepse vërtet do ndihen në një vend vllazëror dhe në të njëjtën kohë do zbulojnë një gjë nga vete që nuk e dinin që e kishin. Dhe ç'është më e rëndësishme, do zbulojnë se si të shijojnë detin në dimër. Ne jemi mësuar që ta shijojmë vetëm në verë dhe kur fillon era njerëzit ikin nga plazhi, por me këtë sport do arrish ta kuptosh dhe ta shijosh edhe në dimër. Kështu që është një gjë që mua personalisht më ka dhënë shumë kënaqësi. Pas pasionit, garave dhe përjetimeve të shumta, vjen një kapitull po aq i rëndësishëm, siguria, për të cilën do na flas Erald Maknori, i cili prej 10 vitesh e praktikon këtë sport. Më e rëndësishme me kuptu në të gjithë sportin është siguria. Siguria është gjë e më e rëndësishme nga të gjitha. Ti në trup i ke gjithë elementet me qenë i sigurt, ama duhet me i kuptu. Ke 1, 2, 3 opsione. Opsioni i parë është timoni. Timoni i jep gaz balonës, kur e lëshon, janë frenat, e humbet kontrollin. Mënyra e parë që ti mund bësh thjesht e lëshon timonin nga durët, lëre, ikën, kaq edhe bie balona në ujë. Në rastin që balona ty po rrotullohet, po të merr me ujë me vete, bën këtë tjetrën. E lëshon edhe këtë. Edhe këto je 98%, 99% rasteve balona është brenda ndet, ti je mbrojtur.
1% i rasteve nuk ndodh. 1% i rasteve është hapi tjetër, që është hapi i fundit, safety lishi. Safety lishi të shkëput ty nga balona. Ti pasi bën këtë, ke ndarë ti vetën me balonin. Kjo është hapi i fundit në të qenurit i sigurt në det. Do të thonë ke 1, 2, 3 komanda para se ti të shkputesh nga balona. Safety lishi është në raste emergjente, nuk rekomandohet se pastaj nuk e merr dot më balonin nga. Në raste që ka erë, por në të gjithë sportin është shumë e rëndësishme me e kuptuar sigurinë, edhe sigurinë e ketë lidhur gjithë trup. Në fund, ky sport nuk është vetëm adrenalin dhe gara, është pasion, disiplinë dhe respekt për natyrën. Për të gjithë ata që e përjetojnë, mbetet një udhëtim i paharrueshëm me sfidës dhe lirisë.